إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligjësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqen e nefsit tonë. Atë që Allahu zon në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që Allahu e lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta zon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe ula të gjithë pejgamberëve. Allah na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me përkushtim, me devotshmëri, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe, përveç se duke qenë musliman të nështruar dhe të bindur ndaj Tij." Vllazë ndashtën, Allahu i lartësuar në Kur'an, në librin e Tij famlar, na ka dhënë urdhra të ndryshme. E njëra prej këtyre urdhrave më madhështore, më të rëndësishme, është përkushtimi ndaj fesë së Allahut. Apo me fjalë tjera, qëndrueshmëria në fe, ndjekja rrugës së drejtë dhe mos lakimi prej saj, as djathtas e as majtas. Madje profeti jon sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar që më kanë thinj disa sure, e ka përmendur surën Hud dhe si motrat e saj. E në këtë sure, në surën Hud, është një ajet madhështor, një urdhër që Allahu i lartësuar ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të kapet për të. Ky urdhër nuk ka kohë që kryhet dhe pastaj vazhdon te tjetra. Është një porosi për të cilën duhet ta kapim dhe të mos e lëshojmë derisa ta dorëzojmë shpirtin tek Allahu i lartësuar. Pra nuk është sikurse një urdhër i rëndëmt që ka një kohë dhe përfundon sikurse Ramazani, agjëro Ramazanin dhe kryet Ramazani, apo haxhi, krye haxhin dhe kryet. Është një urdhër shumë i rëndë, bara të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë. Pra thinjat e para ja ka bë ky urdhër. Për cilin urdhër është fjala? Është fjala për porosin të cilën Allah i lartësuar i thot pejgamberit e na thot edhe neve: "Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'malun basir." Ndjekë rrugën e drejtë, përqëndro me qëndrueshmëri në rrugën e drejtë, në udhën e drejtë, ti o Rasulullah dhe besimtarët bashkë me ty. Dhe mos hitej kalo kufit. Innehu bima ta'malun basir, nga sa Allahu e sheh dhe është mbikëqyrës dhe është gjithë vëzhgues i asaj çfarë ju veproni. Pra është fjala për qëndrueshmërinë në fe, për kapjen për fe dhe mos lëshimi në të. Fastaqim, përqëndro në rrugën e drejtë. Kapu për fenë Allahut, mos e lshope, mos i shkel kufit. Mos shkel në harame, po ka për devotshmëri. Ka për farze. Ruaj farzet me sunete. Mos ursha shumë në të lejuarat. Ruaju nga të papëlqyeshmet. E në veçanti ruaju nga haramet. Kjo është porosia të cilën Allahu i lartësuar na jep neve dhe besimtarëve, dhe e ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë udhë të drejtë, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar se çysh është. Ka ardhur një sahabi në hadithin që e transmeton Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi. E shënon Muslimi thot: "Era te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thash: O Rasulullah, më këshillo për fenë islame për një çështje që nuk do ta pyes askën tjetër pas teje. Nuk do të interesohem më
Dhe s'do ta pyes, nuk kam nevojë më mi pyet dikon tjetër për fe. I tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul amantu billahi fastaqim." Thuaj besova në Allahun, pastaj kapo për to. Kapo për fenë e Allahut. Në hadithin tjetër të cilin transmeton Abdullah ibn Mas'ud i thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve e vizatoi një vijë të drejtë. Dhe tha, kjo është rruga drejta e Allahut. Dhe pastaj për kësaj vije, djathtas e majtas i bëre disa vija tjera. Dhe tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që në krye të secilës prej këtyre vijave, këtyre rrugëve, është nga një shejtan i cili thirr që me lakun nga feja e Allahut, që mi ndjek të shtrëmten prej rrugës së drejtë. Dhe pastaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e lexoi ajetin: "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u." Kjo është rruga e drejtë, andaj pasojeni rrugën e drejtë. "Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili." Mos i ndjekni rrugicat, djathtas të majtas, që mos lakoni, që mënyrë që të ruheni, mos të shtrembëroni rrugën. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kjo është porosia për të cilën Allahu i lartësuar ju porosi, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu wa lan tuhsu." Përqendroni në rrugën e drejtë, rrini në rrugën e drejtë. Nga se është vështirë të qëndroni, nga se nuk keni më arrit pa lakun ndonjëherë. Pse? Nga se lakesat janë të shumta. E nuk ki mundësi aq e vështirë është të qëndrosh në rrugën e drejtë pe lakesave të shumta, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na porosit që të përqendrojmë, të sforcohemi të rrim në rrugën e drejtë, nga se lakesat janë të shumta. Kthesat e shtrëmta janë të shumta. Dhe nga një shejtan është në secilën kthes që na thirr dhe na fton. Dhe nuk kena mundësi me përqendruar në rrugën e drejtë përveç se mendimin e Allahut. E kur dietarët e kanë komentuar këtë ajet, fastaqim, përqendron në rrugën e drejtë, e kanë shpjeguar në 3 forma. Fastaqim lillah, fastaqim billah, fastaqim kama umirt. Që i vjen? Përqendron në fenë e Allahut, në rrugën e drejtë, për Allahun, për hir të Allahut, sinqerisht për hir të Allahut. E para. E dyta, billah, me Allahun, me ndimin e Allahut. Dhe e treta, ashtu qysh të ka urdhëruar Allahu. Kur jemi të çështja e parë, përqendron në rrugën e drejtë për hir të Allahut, pra sinqerisht, kapo për fenë e Allahut, bëhu i devotshëm, duke e lyp shpërblimin prej Allahut, e jo për shikimin e njerëzve, e jo për lëvdatat e njerëzve, jo që të bish në sy të mirë, jo për sy e fatësi. Mirë po, fastaqim kama umir, wala tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Nga se Allahu i lartësuar ju sheh çfarë veproni. Allahu i lartësuar ju sheh çfarë veproni. E kjo është më vështirë, të përqendrosh në rrugën e drejtë, sinqerisht, më ka për fenë e Allahut, për hir të Allahut, sinqerisht për Allahun. Pse është vështirë? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith shumë të frikshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, madje sa herë ka transmetuar i ka rat fikt transmetuesit e këtij hadithi. A dini çfarë i bën me tregu një hadith pi përjetimit të rënd, mo të rëndit atë shumë saqe mu alivanos, mi hub ndjenjat. Për cilin hadith është fjala? Hadithin e atyre treve me të cilët do të hapet zjarri i xhenemit. E keni dëgjuar? Po duhet t'ja thirim dhe t'ja lexojmë vetvete që ta përjetojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala man yuqda alaihim yawm al-qiyamah rajulun istushhid. Thot njeriu i parë në të cilin do të gjykohet në ditën e gjykimit është një njeri që ka ra shahid në rrugt të Allahut. Ka ra dëshmor. E thirr Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit këtë person. Ka luftu, ka sakrifiku jetën, pasurinë në rrugt të Allahut. Me të do të hapet zjarri i xhenemit. A nuk është e frikshme? Vallahi po. Mo të tërqeth lëkura, mo të dridh zemra pe frikës të këtij hadithi. Një person që ka luftuar në rrugt të Allahut, ka ra dëshmor, ka vdek në betejë. Do të ringjallet në ditën e gjykimit dhe Allahu i lartësuar do ta merr në llogari dhe do ta gjykojë. Si vazhdon gjykimi?
Ja përmend Allahu i lartësuar begatit dhe ai pranon begatit. I thotë çfarë ke bë? Thotë kum luftu në rrugën tënde për hir tëndin, për ty o Zot. Derisa kam ra dëshmor, në mënyrë që fjala jote të jetë më e larta. Thotë për hir tëndin, vetëm për ty. I thotë Allahu i lartësuar, kadhabt. I thoi me lajket, kadhabt, ke rajt, ke gëny. Dhe merret për fytyrë zhak për tokë dhe hidhet në zjarr të xhenemit. Qysh merret për fytyrë? Kapet për këmbë dhe ngrehet zhak për fytyrë dhe gjuhet në zjarr të xhenemit. Allahu na ruaj. I dyti, e ringjall Allahu i lartësuar një dietar, njëri i të ditur, që ka mësuar fen dhe jo ka mësuar të tjerëve. Dhe pasi që ta ringjall, Allahu e merr në llogari. I thotë Allah, çfarë ke vepru, çfarë ke bë me dijen që ta kam dhënë? Dhe ky përgjigjet njëjtë. E kam mësuar për hir tëndin dhe ja kam mësuar të tjerëve për hir tëndin, për ty o Zot. E kam lexuar Kur'anin dhe ja kam mësuar të tjerëve për hir tëndin o Zot. I thotë Allah, kadhabt, ke rajt. Dhe thojnë me lajket kadhabt, porran. O vllazën, e kam mësuar Kur'anin, e ka lexuar Kur'anin, ja ka mësuar të tjerëve. Ku është problemi? Problemi të rënë është që ka thonë për hir tëndin. Të gënjeshtra, që nuk ka qenë i sinqert. Këtu është problemi, që me të do të hapet zjarri i xhenemit. Pra, po thot, e kam mësuar për hir tëndin dhe vetëm për ty. Dhe Allah i lartësuar po i thot, porran, se e ki mësuar, me thonë që njëri filoni është tek i pari thot, porran se e ki mësuar, ke luftu që me thonë filoni është guximtar, është trim. Është trim. Për dytin e ki mësuar Kur'anin që me thonë është lexues, është i ditur, është hoxh, alamet dietari. Pra ki mësuar për njerëzit, se ki bërë sinqerisht për hir të Allahut. Dhe i treti, Allahu na ruaj, i pasuri, sjellët i pasuri. Dhe pasi që ringjall Allahu e merr në llogari dhe i pranon begatitë të cilat Allahu i lartësuar e ka begatuar me to. Thotë çfarë ke bën me pasurinë që ta kam jap? Thotë e kam jap për hir tëndin o Zot, për ty. Thotë porran, dhe me lajka thojnë porran, ki jap sadak, i ki ndihmu të tjerëve në mënyrë që të thuhet filoni është bujar, është dorëshlir, është gjymërt. Dhe edhe i pari, edhe i dyti, edhe i treti kapen për këmbë dhe ngrehen me fytyrë zhat dhe hidhen në zjarr. Allahu na ruaj. Neve familjarët tanë. Vllazën, ky është urdhri më i vështirë për të cilin ne duhet të jemi të kujdesshëm, të jemi sy qel, të jemi vigjilent, që të jemi të sinqert. Është puna e syfatësisë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot, a dini se çfarë e kam frikën më së shumti për juve, më shumë se sa frika ndaj Mesihu Dejjallit, fitness, sprovës më të madhe që Allahu i lartësuar ka krijuar, që do t'i kaploj njerëzit në fund para kiametit, është Dejjalli. Me fitnë të mëdha për të cilët nuk është vendi të tregojnë për to. Ka thonë, a dini se çfarë jo kam frikën më shumë se sa për frika nga Mesihu Dejjalli? Thojnë sahabët, bela ja Rasulullah, si jo o i dërguari i Allahut, tregona. Çfarë është ajo çfarë friksohesh për neve më shumë se sa frika ndaj Mesihut Dejjallit? Thot e shirkul khafi, shirku i fshehtë. Është syfatësia që njeriu të falë namaz dhe ta zbukurojë namazin e tij për hir të njerëzve. Ta hieshoj namazin e tij që njerëzit ta lavdojnë, që t'ia fitoj lavdatat e njerëzve, t'i fitoj pëlqimin e njerëzve. Andaj e shohim sa vështirë është të përqendrosh në rrugën e drejtë. Se tu është të përqendrosh në rrugën e drejtë me sinqeritet për hir të Allahut, në namaz, në agjërim, në zakat, në haxh, në bamirësi dhe sjellje të mirë ndaj prindërve, në të gjitha adhurimet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, istaqimu fala tuhsu, përqendroni në rrugën e drejtë, se nuk arrini mi përthaku ato të shtrembërat as të shumta që janë. Nga se çdo e shtrembër gjendet në çdo ibadet. Prandaj duhet të përqendrohemi në rrugën e drejtë, që të arrijmë shpëtimin, dhe të mos bëhemi prej atyre të treve për të cilët do të hapet zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj. Kjo është e para. Po të jemi të përqendruar në rrugën e drejtë
për të cilën e lutim Allahun e lartësuar, ihdina siratal mustaqim, o zona në rrugën e drejtë për hir të Allahut, për Allahun, sinqerisht për Allahun. E dyta, me ndihmën e Allahut. Në hadithin të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar Muadhin, i thot mos e le që pas do namazit të thuash Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo që të përmendi, që të adhuroj dhe të falenderoj. Për çfarë më kërkon ndihmë? Më kërkon ndihmë që më bëj dhikr. Më thon subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pra, edhe për gjëren më të vogël duhet kërkojmë ndihmë tek Allahu që të na ndihmojë që ta themi. Ta përmendim Allahun, ta lartësojmë emrin e Allahut. Sa po nesh e dëgjojmë hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani habibatani inda ar-Rahman thaqilatani fil mizan. Dy fjalë janë shumë të lehta për gjuhë, janë shumë të dashura tek Allahu, shumë të rënda në peshorën e veprave të mira. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Sa herë themi ne brenda, s'po them ditës, sa herë themi brenda muajit, e brenda javës. Pak vallahi. Fak. Ku është problemi? Problemi është që nuk e ndijmë nevojën që Allahu më na dhon sukses dhe më na ndihmu, që mi thon dhe mi përmend Allahun e lartësuar. Sa herë kërkojmë faljen atë tek Allahu brenda ditës dhe natës. Pak vallahi sa duhet më kërku. Pra aq shumë gjëra që bëjmë. Pra aq pak që jemi falëndërues ndaj begativet e Allahut. Të gjitha këto vëllezër kërkohet ndihma, që të përqendrojmë në rrugën e drejtë, duhet të jemi të sinqertë dhe ta kërkojmë ndihmën e Allahut të lartësuar. Qase vallahi, sikur Allahu mos na ndihmonte, mos na përkrahte, mos na jepte sukses, s'kishim më arrit. S'kishim më arrit as më ardh në xhumë, as kur çohemi me ra shahadet. Po është ndihma dhe suksesi prej Allahut të lartësuar. Prandaj në surën Fatiha themi: "Iyyaka na'budu", ty të adhurojmë. "Wa iyyaka nasta'in", dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Kërkojmë ndihmë që me të adhurojmë dhe vetëm ty, o Allah i lartësuar. Kjo është vllazën e dua, të dashur. Pra para, të jemi të sinqertë për hir të Allahut dhe e dyta, kërkojmë ndihmë prej Allahut. Dhe pse kërkojmë ndihmë? Nga se mundësia me deviju nga feja është shumë e madhe. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ka thënë. Dhe lutja më e shpesh që ka thënë çuçi e transmeton Aisha, Anesi, e sahabë të tjerë, ya muqallibal qulub, o rotulluesi zemrave, thabbit qalbi ala dinik, forcoje zemrën time në fen tënd. Sa mundësit e devijimit janë të shumta për neve. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë i ndihmuar me shpallje, ka thënë i mbrojtur nga gabimet, gjunahet e falura, po na ka mësuar neve. Enesi radiallahu anhu e pyet, a po friksohesh që mos po devijojmë? I thot po friksona se gishtat, se zemrat e njerëzve janë mes gishtërimve të Allahut. I lakon kënd të doj dhe i përqendron këtë të doj. Ndërsa Allah i lartësuar nuk i bën padrejtësi askujt. Prandaj duhet ta lutim Allahun na përqendroj në rrugën e drejtë. Sa për i vëllezërve, e sa për i motrave, base kanë qenë për i motrave me hijab e kanë hek hijabin. Kanë qenë për i vëllezërve në safin e parë, që kanë ngaru për mësim të Kuranit, i kanë braktis xhamia, dhe sot asaj dite i ndjekin haramet. Askush nuk duhet të ndjehet i sigurt në përqendrim në fenë e Allahut, po duhet ta ndjej frikën se mos po devijon, në mënyrë që ta lutë Allahun ta mbajë në rrugën e drejtë. Transmetohet në librat e historisë që në kohën e Omer ibn Abdulazizit, një person ishte zonë rob nga të krishterët. Dhe pasi që e lirojnë, martohet me një të krishterë. Dhe pasi që martohet dhe e furnizon Allahu me fëmijë, para se të martohet, bëhet i krishter dhe e furnizon Allahu me fëmijë. Dhe halifja në atë kohë Omer ibn Abdulazizi e dërgon do delegat që të interesohen për çështjen e tij, se ku është filoni. Dhe kur shkojnë e gjejnë i krishter, i martuar me të krishterë. Dhe me fëmijë të cilët ishin në fenë krishterë. Dhe i thojnë, ku je o filan? Ktheu në fenë Allahut, eja në vendin e muslimanëve. Thot, po ku më kthy? Gruaja, fëmia. Ku milon këtë vend? Ku milon këtë pasuni? A nuk është të ngjashme fjala e tij me fjalën e muslimanëve të sodit, të cilët i japin përparësi jetës së kësaj bote dhe nuk friksohen nga devijimi, duke jetuar në vendet e jo besimtarëve. Lutim Allahun të ruaj besimtarët në ato vende ku gjenden, dhe t'ju mundsoj të kthehen në vendet e muslimanëve, dhe t'i ruaj fenë e tyre dhe fenë e pasardhësve të tyre.
Dhe ky person ka qenë hafidh li kitabillah, ka qenë pi hafizve, memorizuesve të Kuranit. Dhe i thojnë, a ka mbet diçka nga Kurani? Ki qenë hafiz? Thot, ka mbet vetëm një ajet. Cili është ajet? Krejt Kuranin ku marru përveç një ajeti. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Do të dojnë jo besimtarët se sikur të ktheheshin dhe të bëheshin musliman në ditën e gjykimit. Do të dojnë, kishin me pas dëshirë sikur të ishin musliman. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Leni në jetën e kësaj bote. Do të donin, kishin me pas qef që të bëheshin musliman të shpëtojnë në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Leni, le të hajnë, le të pinë, le të dëfreje, dhe të të gjejnë atë për të cilën janë kërsnu dhe ju ka tërheqë vërvejtja. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din. Allahun falenderojmë, selamat dhe selavatet qofshin për të dashur tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër dashur, të jemi të përqendruar në fenë e Allahut sinqerisht për Allahun, dhe duke kërkuar ndihmë prej Allahut, dhe duke kërkuar tek Allahu, duke lutur sikur ai që është duke u fundosur në det për jetë vdekje, ta lutim Allahun të na ruaj fenë tonë, të na ruaj fenë e familjarëve tonë, të fëmijëve tonë dhe të pas arzëve që do të vinë pas nesh. T'ja ruaj Allahu fetarinë e tyre, t'ja ruaj fenë, nga se me këta është shpëtimi i tyre në dunja dhe në ahiret. Dhe e treta është të përqendrojmë në rrugën e Allahut, ashtu qysh Allahu i lartuar na ka urdhëruar. Allah thot, fastaqim kama umirt, përqendrojmë në rrugën e drejtë, ashtu qysh je urdhëruar. Jo qysh ti të ki qef, jo qysh ti ta ka ëndja, sipas tekeve tuaja. Ty teket kjo është sunet, kjo është haram, kjo është bidat, kjo është kufër, kjo është dalalet, kjo është udhëzim. Jo. Islamin e përkthen qysh e ka kuptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e qysh e kanë përkthy sahabët e tabiinët e dietarët e dëshmuar, e jo sipas tekeve tuaja, e jo sipas anonimave që mëson fejen pe anonimsave në rrjetet sociale. Mirë po, pe dietarëve të dëshmuar që ka dëshmuar umeti për ta, në mënyrë që të mos devijosh, mos dalësh në ditën e gjykimit i falimentuar pe veprave të mira, duke menduar se ke bëu mirë, a në fakt ke qenë në dalalet, i ki ndjek epshet tuja. Fastaqim kama umirt, përqendron në rrugën e drejtë, ashtu qysh je udhëzu dhe qysh je urdhëruar. Wa man taba ma'ak, dhe ata që janë pendu dhe që kanë besu bashkë me ty. Innehu bima ta'maluna basir, nga sa Allahu i lartësuar është vëzhguesi dhe mbikëqyrës si juve. Çfarë shfitojmë nëse përqendrojmë në rrugën e drejtë? Allahu i lartësuar nuk na kalon këto pikpyetje, po na ka treguar me dy ajete madhështore. Thot Allahu i lartësuar, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ata të cilët kanë besu dhe thonë Zoti jonë është Allahu, krijuesi jonë, mbikëqyrësi jonë, udhëzuesi jonë, drejtuesi i çështjeve tona është Allahu. Ato të cilën ne adhurojmë pa e pa, dhe e dimë që Allahu na sheh, dhe na mbikëqyr, dhe e di gjendjen tonë. Rabbuna Allahu istaqam. Thumma, ata të cilët besojnë dhe thojnë Zoti jonë është Allah, thumma istaqamu, pastaj i kapen fejë se Allah dhe nuk shojnë pe. Tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ju zbresin malaikat në çastet e vdekjes dhe ju thojnë la tahzanu wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna. Mos u friksoni, mos u hidhroni, mos u piklloni dhe myrzde për juve xheneti allati kuntum tu'adun. Myrzde xheneti të cilin jo kemi premtuar. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Ne jemi kujdestarët e juj, mbrojtës e juj, mbrojtësit e juj në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, në botën tjetër, në këtë botë ju ruajmë dhe në botën tjetër do të keni atë çfarë jo ka ëndja prej premtimeve dhe begative të xhenetit. Walakum fiha ma tad'un, dhe do të keni ato çfarë ju do zemra dhe çfarë ju do shpirti, prej kënaqësive dhe begative të botës të cilët Allah i lartësuar, të botës tjetër të cilët Allah i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët. Elusim Allahun e madhruar të na ripërtri imanin tonë në zemrat tona, të na ruaj imanin në zemrat tona, të na përqendrojë në rrugën e drejtë dhe të mos na bëjë prej atyre të cilët lakojnë nga rruga e drejtë dhe i ndjekin epshet dhe i ndjekin shejtanët, të cilët janë në çdo rrugë të devijuar.
Lutim Allahun e Madhëruar të përmirësoj gjendjen tonë dhe gjendjen e umetit në përgjithësi. Të ndihmoj muslimanët kudo që gjenden në luftra edhe në skamje e në varfëri. Lutim Allahun e Madhëruar ne i pranoj veprat e mira dhe të na ndihmoj që ta përmendim, ta falenderojmë dhe ta adhurojmë ashtu siç është ai i denj dhe meriton. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Dërgoni salavat për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة